Gazeta franceze L'Equipe për herë të parë zbulon detajet brendshme në betejën për jetën të kampionit Formula 1 dhe operacionin e jashtëzakonshëm për të mbrojtur privatësinë e tij. Më 29 dhjetor 2013, Michael Schumacher, 7 herë kampion bote në Formula 1, pasoi një aksident të rënd gjatë skijimit në Méribel të Francës. Mbi 12 vjet më vonë, gjendja e tij shëndetësore mbetet një nga misteret më të mëdha të sportit botror. Në një reportazh të gjatë, gazeta franceze L'Equipe rindërton muajt kritik të trajtimit të Schumacherit në spitalin universitar të Grenoble, aty ku familja, mjekët dhe autoritetet ngritën një mur pothuajse të padepërtueshëm rreth legjendës gjermane, aksidenti që tronditi botën. Para ditën e 29 dhjetorit 2013, Schumacher po skijonte me djalin e tij Mick dhe një mik në pistat e Méribelit, kur u rrëzua dhe pësoi një traumë të rëndë në kokë. Piloti të helikopterit të shpëtimit, Yannick Dainesi, jo komunikua me njëherë identiteti i pacientit. Fillimisht mendova se ishte shaka, por kur na urdhruan të hiqnim mikrofonat dhe kamerat GoPro dhe të mos lejonim gazetarët të na shoqëronin, kuptova se ishte e vërtet, kujton ai. Që në minutat e para pas aksidentit, familja vendosi një rregull të hekurt, asnjë fotografi, asnjë video dhe asnjë informacion për gjendjen e kampionit. Orët vendimtare të Grenoble. Schumacher u transportua me urgjencë në spitalin universitar, ku neurokirurgët konstatuan dëmtime shumë të rënda cerebrale. Profesori Stefan Chaberde, një nga mjekët që e operuan, kujton se situata ishte jashtëzakonisht kritike. Kur pash rezultatet pas operacionit parë, kuptova se gjendja ishte shumë e rëndë se sa kishim menduar fillimisht. Sipas mjekëve, Schumacher kishte hematoma të shumta në tru, edem cerebrale dhe shenja të forta të presionit intrakranial. Ai u vendos në koma artificiale dhe u nënshtrua disa ndërhyrjeve kirurgjikale. Corina Schumacher mori kontrollin e gjithçkaje. Që nga momenti i mbërritjes në spital, Corina Schumacher u bë figura qendrore e gjithë procesit. Profesori Jean-François Paye, shefi i anestezisë dhe animacionit, tregon se krijoi menjëherë një marrëdhënie të veçantë me bashkëshortin e kampionit. Që nga ai moment krijuam një lidhje të privilegjuar. Ajo ishte personi me cilin diskutoi çdo vendim. Sipas dëshmive të mbledhura nga L'Equipe, Corina kërkoi kontroll të plot mbi çdo informacion që dilte nga spitali. Spitali u kthye në një fortesë. Brenda pak orësh qindra gazetarë nga gjithë bota mbërritën në Grenoble. Drejtoresha e spitalit në atë kohë, Jacqueline Hubert, kujton se situata ishte pa precedent. Parkingu ishte pushtuar nga kamion satelitor. Askush nuk ishte përgatitur për një ngjarje të tillë. Për të mbrojtur privatësinë e Schumacherit, spitali ndërmori masa të jashtëzakonshme sigurie. Dosja mjekësore u fshe në emrin e Rem, Jeremy Martin. Aksesi në dokumentacione kishin vetëm rreth 50 persona dhe çdo hyrje në sistemet elektronike monitorohej vazhdimisht. Gazetarët tentuan çdo mënyrë për të depërtuar. Sipas mjekëve, presioni mediatik arriti nivele të papara. Profesori Payen zbulon se disa gazetarë ofruan shuma të mëdha parash për të siguruar informacione konfidenciale. Disa u ofruan mira euro punonjësve për të marrë numrat e telefonit të neurokirurgëve, të tjerë kërkuan uniforma dhe karta hyrje për t'u paraqitur si mjek. Një gazetar gjerman madje tentoi të hynte në spital i maskuar si prift natën e vitit të ri, por u zbulua para se të arrinte objektivin. Tifozët e Ferrarit pushtuan Grenoble. Më 3 janar 2014, në ditëlindjen e 45 të Schumacherit, 10 tifozë të Ferrarit mbërritën para spitalit. Të veshur me ngjyrat e skuadrës italiane, ata shpalosën pankarta gjigande dhe u lutën për shërimin e idhullit të tyre. Nga ajri, sipas dëshmitarëve, kompleksi spitalor dukej si një pistë e Formula 1-s. Transferimi sekret drejt Zvicrës. Pas gati 6 muajsh trajtim në Grenoble, Schumacher u transferua më 16 qershor 2014 në qendrën spitalore universitare të Vaudit në Lausanne. Operacioni u organizua në fshehtësi të plotë. Për të shmangur vëmendjen e mediave, familja dhe autoritetet vendosën që transporti të kryhej me ambulancë dhe jo me helikopter. Po atë ditë zëdhënësja Sabine Kem njoftoi publikisht se Schumacher kishte dalë nga koma dhe do të vazhdonte rehabilitimin në Zvicër. Skandali që rrezikoi të zbulonte gjithçka. Vetëm pak orë pas transferimit shpërtheu një krizë e re. Një person tentoi të shiste dosjen mjekësore të Schumacherit, një tabloidi gjerman, për 60.000 franga zvicerane. Hetimet quan te një punonjës i organizatës zvicerane Rega, i cili dyshohej se kishte siguruar dokumentet gjatë transferimit të pacientit. I arrestuar në gusht 2014, ai u vetvra në qeli një ditë më vonë pa pranuar akuzat. Një mister që vazhdon edhe sot. Pavarësisht viteve që kanë kaluar, familja Schumacher ka arritur të ruajë plotësisht privatësinë e kampionit. Asnjë fotografi autentike e Schumacherit pas aksidentit nuk është publikuar ndonjëherë. Çdo informacion i rrem për gjendjen e tij është përgënjeshtruar ose ndjekur ligjërisht nga familja. Fjalët e vetme publike të Corina Schumacher për gjendjen e bashkëshortit mbeten ato të dokumentarit të Netflix në vitin 2021. Ai është ndryshe, por është këtu. Ne jetojmë së bashku në shtëpi. Ai gjithmonë na ka mbrojtur ne dhe tani jemi ne që e mbrojmë atë. Sot sipas L'Equipe, vetëm një grush njerëzish e din me saktësi gjendjen e Michael Schumacher. Për pjesën tjetër të botës, legjenda e Formula 1-s mbetet e mbështjell nga një intim mister që filloi në një pistë skijimi në Alpet franceze në fund të vitit 2013.